Përshëndes, shpresoj t'jeni mirë. Ndjes që jam kështu me kanatiere, por jam në plazh. Megjithatë sa herë që vi këtu, kur shikoj detin dhe përballë karaburunin dhe sazanin, më kujtohet një histori. Një histori e një bashkëdhetarit ton, ose më mirë një bashkëshatari i tij. E tregoj sepse ndonse është një histori e trisht, është një histori e një familjeje shqiptare, sepse shumë prej të rinjve atëherë ikën dhe nuk u kthyen më. Si gjithmonë kush është rastisht nëse nuk e keni bërë, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Ishte viti 1991 edhe në gjithë ajo periudhë nga viti 1990 deri në 91 që të gjithë mendonin që t'iknin. Shumë prej tyre nuk prisin dot më sepse kishte arritur kulmi. Bile disa prej tyre që ishin shumë të aftë sepse ishin të zhdërvjedhët në kohën e komunizmit, kërkonin me dojë mos që të largoheshin, kush në Itali, kush në ish Jugosllavi, kush në Greqi dhe kush në vende të tjera. Dhe një bashkëshatari ynë i pëlqente shumë Italia. Bile sa që shkonim në plazh, ai ishte pak më i madh se unë sepse ishte shok me vllajin tim, vllajin e madh. Dhe kur shkonim ndonjëherë në plazh, vendoste gjithmonë merrte një radio, e mbante këtu radio dhe vendoste gjithmonë këngë italiane. Ishte një djalë fantastik, sinqerisht. Por mbi të gjitha ishte një nga noterët më të mirë në Vlorë. Ja u garantoj për këtë. Nuk ishte noter. Me fjalë ai nuk notonte. Por ndonse nuk ishte notar, ai ishte shumë i aftë. Bile të gjithë ata që mendonin se mund t'ja kalonin, askush nuk t'ja kalonte. Ishte jashtëzakonisht i mirë në notë. Bile tregohet që ai bëri rreth 50 herë nga bregu i Zvërnecit deri në cep të Vlorës nga ana tjetër. Pra deri tek Pishat. Dhe 50 herë, thuhet, tani kur ishte i ri. Megjithatë, po e tregoj këtë sepse ishte një moment delikat për të gjithë dhe ai ishte momenti kur të gjithë donin t'iknin, thash gjithandej. Dhe ky djalosh donte t'ikte në Itali sepse i pëlqente Italia. Dhe gjën e parë që bëri, ai e mendoi që t'ikte jo me anije, jo me këta me motoskaf, se s'kishte para që t'ikte me motoskaf, dhe mendoi që t'ikte me kamerdare, pra me gomone, si thuash atëre. Dhe çfarë bëri? Ai nuk iku me gomone, por lidhi fuqi. Dhe disa thonë që lidhi gomat e zëtorit, lidhi në një gomë zëtori, e bëri në formë si quhet zatera, me fjalë të vendosur kështu si një folum trapi me drasa dhe me dru dhe hipi sipër. Aty vendosi çdo gjë, ujë, ushqim, çdo gjë. Dhe filluan që t'iknin drejt, ishin shumë, nuk ishte vetëm ai, por ishin shumë që ikën drejt Italisë. Dhe kishin filluar dallgës si shton, ata ishin, me fjalë, kur kam takuar një shokun tim, një shef policie, që i kërkoi pastaj, i kërkonte trupat e tyre që t'i mblidhte, sepse disa prej trupave i gjetën në breg të Vlorës, por disa i mblidhin nëpër ujra. Ndoshta ju nuk e dini, por kështu ka qenë atëherë. Me fjalë, këta shkonin me anije për të mbledhur ose me varka, me ato motoskafet e policisë dhe mblidhin trupat që ishin mbytur. Dhe teksa më tregonte ky shoku, më vonë thash, ishte pikërisht kështu, pra kishin filluar që të gjithë të lundronin drejt Sazanit. Dhe u filluan që të iknin nga Pishat drejt Sazanit, por nuk ishin as rrema, as lopata që të lëviznin. Dhe ndonjëherë disa prej këtyre që kishin lidhur disa drunj, sepse mendonin që me dru do të shtyheshin më mirë, mendonin që do arrinin në Itali, meqense ishte rreth 70-80 kilometra, do të arrinin shumë shpejt. Me fjalë, mendonin që të paktën rreth 2-3 ditë do arrinin në Itali. Disa prej tyre mundën, por ishin shumë pak ata që arritën, qose mbani mend kanë qenë 2 apo 3. Dhe pjesa tjetër nuk arritën dot. Dhe ky djalosh, si ju thash, meqense ishte notar i mirë, mendoi që edhe sikur të ketë një problem, unë do e bëj me not, po sa do teste me not, se ky ishte problemi. Megjithatë ai u nis drejt Sazanit. Dhe si shton ai ishte veç, sepse secili kishte marrë një gomë ose një kamerdare veç. Ai kishte një rrot zetori ose një fuqi, nuk e di mirë, po 2 fuqi të lidhura njëra me tjetrën e të vendosura me disa drunj sipër, disa drasa. Dhe disa thonë që ishte në këtë formë ose disa thonë me goma. Megjithatë nuk ishte ky shkaku i problemit, por problemi ishte që ato u shkëputën mes njëra tjetrës. U shkëputën sepse nga lëvizjet e dallgëve
kishte dallë të forta, po nuk ishte edhe ky problemi. Problemi tjetër që ata nuk e kishin parashikuar dhe ky nuk e kishte parashikuar, ishte fakti i jodit. I jodit dhe i kriprave. E para njërë që kripa të dëmton, ndose ata u lyen me graso, por të dëmton edhe në tru, sepse ti sido qoftë me kalimin e kohës, qoftë se rri orë të tëra, kur ti merr frymën të hundve ose me gojë, hyn kriprat në trup dhe të thajnë ato nga brenda, për më tepër të krijojnë edhe probleme. Por njëkohësisht ishte edhe jodi, sepse jodi të krijon edhe halucinacione. Në fakt ai, siç tregohet ata që kishin parë orët e fundit, ai thoshte o nëna ime, çfarë bëm, o nëna ime, vetëm kaq. Dhe në momenti që filluan dallgët e mëdha, ai ishte arritur pothuajse në mezokanal, pra mes Sazanit dhe Karaburunit. Aty u shpërndan që të gjithë. Si thuhet ishin rreth 17, pra 17 nga këto gomonet, ose nga këto fuqit që ishin nisur drejt Italisë. Dhe që të gjithë këta u shpërbën mes njëri tjetrit. Si thash, mes tyre, sepse kishin bërë dhe më përpara, ishin nisur dhe më përpara, një ditë më përpara, dhe ata kishin parë të tjerë, ose 2 ditë më parë, kishin parë dhe të tjerë dhe i priti Rai, që se mbani mend, i ka pritur 4 luanët që thuheshin, i priti nga ana ndej, pra nga ana Italisë. Dhe mbritën të parët, ishte shansi tyre, por nuk ishte vetëm kjo. Ata bën njëri pas tjetrit, ishin 6 veta mos gaboj, apo 4, me lopata, dhe ata kishin lopata. Dhe e shtytën atë, si quhet ajo tip varke që kishin bërë prej druri, e shtyn me anë të këtyre lopatave. Pra ata mundën nuk qëndruan në ujëra, por vazhduan që të ecnin, sepse shtydin. Kurse këta që ju thash, pra të gjithë këta që ikën me shpresë që do t'i shtynte deti drejt Italisë, dhe dikush do t'i kapte në rad, ose ndoshta do t'arrinin në breg. Pra ky ishte shkaku që të gjithë mendonin që mund t'i arrinin. Por si thash, vetëm 2 prej këtyre mundën që t'i kapte motoskafi italian dhe i ngarkoi që t'i çonte nga ana tjetër. Kurse të gjithë këta u mbytën dhe si ju thash, edhe ky djalosh nga fshati nuk u gjet më. Nuk u gjet më sepse askush nuk e pa më. Jo vetëm këtë, por të gjithë ata që ishin aty përreth. Në fakt, si ju thash, pas ditën tjetër, që në mëngjes ditën tjetër, u lajmëruan sepse dikush mori në telefon dhe tha se po mbytemi. Nuk morën telefon, se s'kishte telefon atëre, por morën nga këta që ishin në breg. Morën policin në telefon, kujdes se po mbyten, dhe shkoi policia ditën tjetër. Shkoi, si që thash, që më ka treguar ky shefi policisë, tha që kur shkuam me këto me varkën e policisë, vetëm shikonim disa trupa, gjetën disa trupa, e mbushnin varkën dhe ktheshin. Disa ta i gjeta në breg, sepse ka disa vende, përpara se të vesh në mezokanal, që janë vende që rëra është lartë. Me fjalë janë ujë është i cekt. Dhe disa i gjetën edhe aty. Por kishin humbur jetën sepse disa pa ngrën, papir, pra të tharë, të dëmtuar nga uji, dhe po ashtu edhe ky djalosh pra nga fshati që nuk u gjet më. Megjithatë, stash sa herë që vi këtu anës detit, më kujtojnë të gjithë këta që humbën jetën. Dhe padyshim shumë prej jush kanë në familje tuaja një që iku dhe nuk mundi më që të kthej. Ndoshta jo ju që jeni në Vlorë, por këta që janë nga Vlora padyshim njërin e kanë, sepse humbën shumë nënat të shumë fëmijë të nënave dhe baballarët e tyre i kërkuan dhe nënat e tyre i kërkuan deri vonë, ndonse trupat e tyre nuk u gjetën më. Megjithatë, e di që është një histori e trisht, por kujtimet janë ato që i mbajnë gjallë, jo vetëm brezat, por edhe ne personalisht. Kështu që nëse keni ndonjë histori të shkurtër që mund ta tregoni, shkruani këtu në koment dhe ju përqafoj gjithë dhe kalofshi bukur.